që tash jena gati. Robi plaket kur do vet. Robi plaket kur do vet. Robi plaket kur do vet. Robi plaket kur do në vet edhe këtë premte në Klan Kosova. A ju ko mirë atë qyshini Bendi, Rema, Santi edhe gjithë ekipi i Robi plaket kur do në vet. Tu borgu me neve që një ko faleminderit që je me neve, birë shumë kvalitet, kur dilni me festu, pe një kvalitet edhe pe një senet mira, që mos më odhin kryt. A ju që doni me pi, po s'mëni me pi, po shamëll, sonë të na mungon mentori, po e kena Polin këtu, e Pol, këtu borgu ka menu edhe për ty? 0. Që qëfar dizajnit bukur, jena kombinu sot, a? Shumë nice. Po në me a dhe ti, a e ki të bordat 4 qërë qëto, jo të bordat. Po në të pi syzave për ta që. Kur qyshësim fisë syve. Une e kësha provu qëto, Ajt. pe bëj për hajrë. Këto reklamat birave ka 4 orë i gjerojnë edhe s'ju qetë shkum. Mu me të parën. Pa të gëzuar se cilit për juve edhe juve shikuesve, pra tu borg 0. Uf. Mono mirë shtash. Përveç tu borgut, normal edhe 0, mëseleni pa i provu edhe mogi krejt produktet që ka i ka, se nuk festohet veç me birë. Jo, Pa griskati që nuk bën. Kështu që i kemi krejt këto, Vital Mixin, Student Mix, mësele Protein Max. deni pa e provu, falenderit që jeni me neve. Bravo pro tu borgu, veç për Ma qene para. veç për vete e pive. A po dënë me ta bo 0 a kështu? Jo, mërë kështot, pëse 0. Si këse po dëna? Po. Se mërë po ma më sheli, vëllar, se më ta më sheli, po po ta qeli. Që, vëllo, Hajde ta bëjmë gëzuar. interesant ju femnat. Bën i gëzuar me djathën, apo? Ko gjas gosin këtu? Reklamimin në aeroport. Reklamimin në aeroport. Qështu bëhet reklamimin në aeroport me të borg? Po dhe që ato thasht pipak. Krejt bizneset e Kosovës, po ashtu edhe ato të diasporës, mundeni me reklamu në aeroportin e Prishtinës në numrin 049 165 444. Raka topat. Që kjo numëri njëfshëm. Shumë. Ha? E mëti se kena po. Moti. U bresanti pasha zotin edhe moti së kungus edhe ty edhe Gjakovart moti së kungus. A kina e sam me Gjakovara? Jo, pasha zotin. Pse? Po ta qef. Gjakovari! Gjakovari kërruhi me ble parashutin. Parashut? Parashut. Ajde. Që shqithojnë Shqip, a ka një fjallë? Parashut. Që theshin ishë ardhë në parti parashutist. Kishe Po, veç pa ka thirë, pik. atin vishë ardhë. Po, kështu si Gjakovari kërruhi me ble parashutin. Që nuk qene ta këthej? Po, dhe ja tha që s'qene t'je që ta këthej. Jo, la mës të qene. Që s'qene ta këthej. Kanë me të këthy gjenaze, në zadrug. Që kjo Gjakovari loqka. Jetë smërzitët atë derë, zishë parët. Profa i matematikës kërë hi dhondër, e dini? Gruz vetë. Zemër hapi klopat, se po ta fos njët pa njohër. Ekuacion. Një ekuacion. A ekuacion i thoi qësaj, a? Mërë profesor. Dha, Pol, tha shkoa mas 5 vjetë në gjami, se Poli të bo pauzë. Tu mi pi të borë gatë gabemisht kë. Jo të zerën, po të e pi këtë tjetërin. Tha, u ktheva, tha në gjami mas 5 vjetë e veç ta kërë e ka një soqa.
Theke, gjemat sot mesin tonë e kemi shejtonin. Se i mor mena i ketë atin. Edhe ka një që s'kenajt mirë. Fa ka një, sot gjemat e kemi shejtonin mesin tonë. Pejoni. Pejoni! Ma në fund një për babukën. Të ja bo babuka Santionës. Që shekim bë emrin, kjo Luci. E ty babuk që sheki, tha unë e pesi. Santiona. Po na këmë këshërit karit mërë. Qysh? Pecit, e? Unë e Lucit i pesi, ja, po na këmë këshërit karit. Ka që ishim me vica, shkojmë pak me marketing, kthehemi me musafirin. Pa unë bërko. Bish pak, se më kujtu një këse. A ki kalzu ato me drejnë sak me Gjakovar? Plati Me ku golf? Të ja bo Kalzo. Gjakovari. Gjakovari drejnë sakët. Baca, a ke lujt në herë golf? Që me nëzonë ngusht drejnë sakët. A ke vëzit golf me lëpë, se s'pëtë nas pyqen me po. A ki lujt? Tash, mas Gjakovarit, e Shqipëris një loqë. Po këtë drejnë soku i zhvillum. Edhe, që hen ato që forin kështu, ne për qetën kështu me kamerë. Ose vish me qetë, mire kiti kështu me tekst. I kajt je qanë i kënej, fotografitja ka po të mira këtina loqës kë. Construction guy, bashkë t'il. O Kingu, ma qoni foto nudo, o Kingu. Nuk thot, nudo King, po ludo King, ej ljup! Ku po më qëllojnë këtë lëpës që shtë bre, unë asë isha s'me folë s'dim. E hupi dhipin. Kur të mësash me folë, vjen të qenë migja. Kur të mësash. Pa unë bërko, e ftojmë në skenën e Robi Plakët kur do në vetë, bendi a e një goti. S'foli mu! Please welcome Shëndrit Lumi! Qa ko të rejma pësh? Betë porë, asë me mërë. Mirë mërëma, kur gjosë ko të rejma lojë dhe Shëndrit. Njërë dha me të po pak. A mu i dole? Mujta, Robert, falenderit shumë për ftesën. Falenderit që ki pranuar dhe që Erdhe. Po më bjem pak që di qysh adin tash mu konë unë aj që intervistona, se ju mësu të i majto në intervistat, po mirë. Tash para me nëtë që shumë vjen mu që një 5 vjetë. Mi intervistu une. Te marë do, ma të kësaj. Kodja. Po. Kodja. Fillim më konë shtirë. Po mos t'i shkon late night show me muzik, edhe me piano, edhe me band, edhe me atë humorin. Unoj që ti s'kisha mujtë, po. aj i pari që e kisil që të frymë në Kosovë, të late night show, formatit taman late night show, edhe mirë ki bo që i ki pru, edhe shqyqyr që bile në Kosovë është një late night show taman në qatë struktur të funksionimi që shbohat edhe jashtë. Thank you, faleminderit shumë. Në E vërtet, kena pas shtirë, s'kon letë 2 vitet e para, dhe se kanë kuptu që këto e bëjnë me shumë dashni edhe jem shumë natural, nuk ndryshoj, nuk vi këtu me aktru. Qështu jem edhe në shoqni, edhe në tavolin, bile edhe në tavolin biljardit njëra e mor me zënë tjo. Shëndrit qako? Tu e marrë vetën që shtu ka pak, tu stabilizu, tu këshirë me bo projekte treja, edhe mu këthy prap që aty para televizionit, para publikut, ku e kum lanë. Ku e ke lanë, qështë ta kom bo qako, si kur e kanë bo shqiptarit, pyte robotin, e kanë prodhu një robot amerikan, diçka një qka të dusht përgjigjet aj. Edhe, thot franqezi, pyte, qka dusht diçka,
kur u ndërtu kulla Eiffelit, ai tërët me njerë përgjigjen. Amerikani, kur u bo George Washington Bridge, ai me njerë tërët, shqiptari të e kru kryq të për mas qa me vetë këtë qimë none, po dhe qa ko, qa s'ko, ajo paf, dhe eksploton se tu lyp roboti qa ko, qa s'ko, qa ko, qa s'ko ma bësh. Na përmi qitë senet kështu jashtë kontrollit, s'na del kërkush për Shëndret, para. mirë se erdhe që sa kom pas me shku në emision të Shëndriti, por që po vjen Shëndriti të unë, Për një ma? për një ma. Kjo është para se mu fut kënë Big Brother të ka thira. Hajtë se dajtë nesër. Shumë para, po. Ka pas ko, se drejt me të regu në prej prillit vitit kalumë, nuk jam në media, kom pas do projekte të angazhune me organizata tjera të huja që i kom punu, edhe për mu këthy, fillova me Big Brother, tash këthena prap media. Çfarë eksperiencë u punë edhe pse vendose me hi në Big Brother të shqipnis? Pse si e hi këto? Pse si hi këtu? Pse si hi këtu është mirë mi pyet këta këtu, jo, se unë nuk e di. Pse shkova atje, normal ftesën ma kam bo në tetorin e vitit kalon. Edhe normalisht për mu ka një prej projekteve në mendje gjithmonë për me provu, se gjithë më shkoj këko ato i komentu tjertë në performate, edhe besëm që tash e kuptoj, për shembull në qoftë se kena gjyku dikon një personazh krejt ndryshe, na këtu jemi mësu me tontë, nëse mujna me qujtë qështu, po aty ki kultura që nuk i kita kukur, nuk i ki nda një natë me ta që, ose një drek një darë, e lemo me jetu me ta 24 shafë. Bravo, e këtu patrona e njoni që e ke njoft. Ndryshe është, prapë se prapë kuptimi, bota është e njëjtë, atje është pak ma e vështirë ka që. Kushtu ka dogë për i femnave, për i qikave, kështu ma cool, ma dreq, ma e gjallë, ma e mirë, ma friendly, ma krejt kështu mishti. Atë ma e shpërdhit, kështu. Qëre, aty ka pas shumë që janë konë të shoqnushme, që e kanë bojë gjithë shka për me mri për veti. Ndërto është Selina, është Greta, është Brikena, janë qika të mira shumë, edhe mu ka ndohë kësot asaj dite i shot njëjtë që janë gjendje për vetën e tëne, me bo gjithë shka, me mbrojt normalisht, por jo me dojnë prej konditave në cilat janë rritë dhe janë formu si personalitete. Kështu që mu më pëlqen që ajo që njerëzit e bojnë, edhe e mbrojnë qatë strukturë që janë ndërtu. Shëndrit prej njerëzve atë mrena, a jesh gënjy për naj kuj, kur e dal jashtë, atë ka dal ndryshe, dikosh? Jo, nuk jam zhgënjy, se zakonisht unë e prishmëri të njerëz të kam zero, edhe nuk është që pres tash unë me mu ndryshu ose mu sjell ndryshe. Muj me thonë që nështë ta unë e kom ndryshu në disa aspekte, që shone i qasna njerëzve, po jo, kështu konkretisht me thonë, ndryshe ka qenë brenda, ndryshe është jashtë, jo, janë po të njëjtit, paktën me këta që ka ma bet. A ki shoqni halo me... Janë shumë pak persona, nëse muna me thonë prej 39 sa janë kanë të krejt banorët, unë maj shoqni sot me Selinën. Po ti je dhe pak ma vonë? Po, për kunder asaj jashtë jemi pa me krejt banorët edhe jemi njoftë, por shoqnit ngusht, ka me Gimbon, me Selinë, me Gretën, me Mateo, me Brikenë. Ki pas edhe mrena? Po edhe mrena, që ata që jemi konë, i kam edhe jashtë. Jënë bo bashkë dikush prej këti numrit, pishti Big Brother për mrej, pishti. Qefta? Po da jënë bo bashkë, disa jënë bo. Selinë edhe Gimbo. Selinë, Gimbo. Edhe kjo e jona. Mateo me Brikenën. Me Brikenën, po. Prej Big Brother, ko gja po qëtë qifte. Edhe martesa, edhe mjë. Qëra të ka pas tentativa plot, po këto janë që dullen. Kë, shukojmë në kime flokët borda që pa të fitu. Cëllë mëra? Luizi. Luizi. Anidet paktja. Luizi, u martu ka po fëmi. Kanë fëmije, janë të martum. Qashtu. është Dagzi po ashtu, PM-i. Bravo, pi që atyt, po. Në Kosovë, Kosovë se di që u lidhë dikush me dikon. Jo, valla. Ja, si ka zgatë shura Janë lidhë po shumë. janë da. Jo. Ka pas lidhje po janë da, jashtë. A i semi shuke jam në Amerikë, se qënë shurën lërgë, si kësha, adin nuk të zgatë shumë të kjo, adin kjo fund.
Nese, bol Big Brother i kem na dhe në do pytje kështu kështu. Shëndrit, unë e gjosh shëndritin se i ka do deklarata kështu të pak thumbuse. Kush? Po, Jo, njëna që rri rahat, po. nuk rënat. A kina e deklarat që kanë thonë shpis pse bone që ato? Din me shkru këto. Ja, të shpis zakonisht Ose nuk më shoqënia, përzien. Jo, nuk më pas në herë në e sen që më thojnë pse be po përziesh. Hajt qa po fut. Po jo, adin është pun e jona, gazetar, jo me dhonë deklarata, për nështë ta me dhonë konstatime mbi diçka që na e shohim ose publiku kërkon lajmë për qatë sen. Tash, une kom dalë pak edhe për te i kësaj, që kom komentu edhe ngjarje, ndodhi të tjera, bla bla bla. Nuk ka pas dikush që më ka thonë pse e ki bo. Një moment muj me përmend që më kanë thonë të shpis, se tash më kujtu santi, ka qenë një musafire të une me botox edhe me ndërhyrje, edhe unë i thamë, a ke ndërhyrje? Bilaja ka qenë estetiste, unë me qëllimin që me promovu si biznes saj. Ajo ma bani, jo, unë jam 100% tha e pa bo me, thash haj që e vetlat, pra. Edhe, s'mujti mi që vetlat të bo viral në internet, tani unë i thash më fajl, adin, po, Aden, nuk mund është bashkë me na fy pak inteligencën kështu parasyve. Ki bo, në regull është, krejt bojmë, aden nuk është najsen që do të ma me më shefin qëto vite. Po, e qka thuti për këto që shkruan edhe që s'janë të vërteta për shembull, adin që s'janë qashtu, do me thonë ja qesin titullin, se për momentin unë jam në pushime, nuk jam këtu. Po. Se dhja keni lezun e më pushime, po. Me Bia Kalifën, Roberti fillon pushimet. Unë të mërkurën në Ulqin për Bajram. Ejte prem të shtu në dile Londër, të honën jem këthy vonë, kërë kum po vetën. Atë, pushime. Dete, pushime, me Bien. E thira vetën telefon të është gjallë. Ku je? Mos bashkime se jetu punu. Shumë interesant. Qarkullu lojmi që ti je me Bia Kalifën. Qarkullimi është tu... Qysh ti shëndrit se ki po, a? Jo veç po du me dëmantu kë gatë. Po, bre? Po jo si më kanë. Po se veti qëtë në jo, kanë qëtë. Do me thonë, do me Ama ho. po, e po është të lajmë, do me Okej. Facebook versus Albania. Revista Kosovarja, po, ljosh ka ta gjone. Unë i kuptoj do portale, që janë phishing portale me nëjune, që hapi njerës për me rritë audiencë të faqeve, edhe prodhojnë lajme të kota, me titujt pa qëndrushëm, po nuk besoj që janë lajme të gazetarëve tamam. Se besoj asone. Nuk e unë besoj mendoj në që vishë edhe është në dikush prive ishtë dalë, edhe mbrapa- priveja. Gjithka. Edhe Se, priveja. qëra, unë kom pa lajme edhe për veti masi dola për biku, që ndritja aksidentohet në rrugën në tunelin e Kalimashit. Kur të shtyp aty, kur Simbola, gjëreq, po ato e bojnë ashqeqare për klikime. Adin është, po, edhe rritën faqet, unë e kuptoj që njerëzit sot bëjnë biznesit të qëfar do loje, i rrisin faqet me followers edhe i shesin. Mënyra më e shpejt për me rrit një faqe është me lajme që janë pak ma clickbait, që njerëzve ju intereson. Normalisht ju kish interesu nëse me bje, nëse jo. Ani, nice, mund Ajo përqenë, s'është nice se sen- hin klikojnë bre, hin ta klikojnë profilin Oj, shumë mirë është. sholla veç milionat i bojnë për klikimeve, veç sholla fitojnë. Se titulli është pak i keq edhe i gabushëm edhe është mirë nashta me pyt mas parja, me postu, se unë e kam fmi, edhe mujnë me këqyre, me ledzu. Është e vërtet që në Rinas, aeroport, prej Ulqinit, kur kom knun për Bajram edhe tajten, kom marrit në Rinas në hotel për bon Rinasit. Barsi to valoj. Jo, veç po du mi tregu qysh është atin, do me thonë, edhe ajo ka rastis aty, se edhe ajo ka flituru prej Rinasit. Është hoteli super i mirë, me bazen, me tonat i ka aty, ka qenë e shëshnume, me dikon, edhe unë e kom qenë hotel. Unë e kom postu qatë pomjet hotelit, edhe aja ka postu të shka qatë i pomjet hotelit. Po, Roberti nis pushimet, e mu të më qina una check-in, check-out, ngre, kofera, zhag, një kohë që më kesh ronë të beso santion. E adin qito, adin përse masi je gazetarë dhe i diti këto sene. Po, unë e kuptoj Po nuk është plotësisht. naj sene e madhe ajo që ka posë dhe matëshia.
Ka pas edhe matëkshia, po, e di, une për veti, kur të marrë me shkru një lajmë, normalisht që na bazohemi në bazë të burimit kush po na dërgon qatë lajmë. Qashtu. A kemi prova për me e argumentu qatë lajmë. Se ka raste që nuk pres asone me pyt një ftyrë publike ata qësë qitë lajmë, nëse kam prova. Po, nëse ki prova, po, qashtu. Ideja është që njerëzit në ditë sotme, edhe gazetarë të ri, edhe nëse kanë diçka të pa argumentume, të pa faktume, e postojnë, e qesin. Edhe kjo normalisht... Ska ligja, nuk ka ligj për mbrojtje? Ka ligj për mbrojtje edhe shumë i fuqishëm bile. Por, zotin. A ki shkru na i sanë për neve na janë? Jo, asë njëherë. Ej? Jo, mundëni me qikirat. Se Mirë. une nuk jam një gazetar, i qasë natyre që më shef nga pas artikullit, se në fund ditës artikulli e shkru në cili gazetar e ka shkru. Nuk jam pjesë e phishing media, kështu që veç me kap diçka një klikim edhe një diçka. E na ka radhe me qenë me një intervjist bashkë kështu. Debat. Mu për la. Debat edhe do me thonë pespare si jem. E ti. Edhe, po qështu ma mirë. A dhe që isha ma rejnë krajnë qytet, këtë qka bojnë të shkru për mu. A ka mundësi, unë e me zbut pak qëtë atmosferë, me Remën edhe me bendin, pe bojmë një kongë, është valsi i lumëturis, ha? Për shemull, tash atin. Hajtë për shemull. Ju, muni mu konsultu cilat pyqi, cilat të ti vëllë, edhe na po shkojmë me një kongë shumë bukur, kjo piano, kur nuk përdorët, stand-by. Edhe tash do të... Po. Kur e pa ta ble, më pa të në tregu, po që hajtë së daj nesër meta, pa ju tregu edhe juve. Po. Shkojmë në mi minor. Ju luthemi më mi minor. Po. Ktheju aty me Shqipnis, ama një C, ama një G. Kër të ka pruaj një G për shpisa, si G. Shkaj shpe e murë, thash, o jo, lo, sëll. Ti,
Bravo, Santion, se pasha zëtin lidhje s'po ki. E, do me thonë që ke valsi i lumëturis. Se ka dhe vals dashuris. Qëto e ka... Vals të tratis. Qëto e ka... Ha? Ka dhe vals tratis, ka. Edhe i tratis, po. Ti të valzu, ajo... Tu valzu me një tjetër, aty vetë. Qëto e ka Robi Plakët kur dënë vetë, me një bend të mirë, me remën këtu, knojmë, bëjmë muhabet, veç i kena do pyetje me spes. Me cbet. S'kish pas kuptim pa i pas qëto pytje. Është për shkak, këto e kena bo që të rubrikë për shkak spesit të Santionës që ka që të ndorë. Shto që e kam. Është i vogël, po që ata të verëzit, ta të gjeloni thënë gjegë, shumë gjegë. Gjegja. Nëse i hanë me gjishta, edhe e prek gjinin, kështë synin, edhe na gjishta. A i në lidhje shëndret? Jo, Jo. jo. E cila u kon lidhje ju të Magota? Një vjet e gjys. Bo. Kështu lidhe telefonika, një vjetë e gjysë. WhatsApp, pasi do të bëna. Një vjetë e gjysë, bolë gratë lojnë. Ata ka thyna i kur zamrën e edhe sa arron kur? Ata ka thyrë kështë zemrën. Jo. Jo, ma qfarë. Jo. Jo? Ja. Ti a ki thyna i kuj? Jo, asu në vazë Ku t'ja pëdente? kësha të kujna. Ja, pa tash. Me dije jo. Pa dije që ka së ndodhë. A ki pas në erë simpati për naj vajzë që është tyrë publike, po s'ki guzu kur mja të regu? Që është fytyrë publike, simpati, po. Simpati ka. Unë mendoj që simpatia është diçka shumë ma light sa diçka pak më tepër. Po dhe një pëlqim. Fiksim, Pëlqen që shduket, simpati, po. po. Unë kam simpatia shumë për shumë femër. Po, ka, po. Nuk ja kumë thonë edhe s'kam ja thonë kur, në Emnin. Se mundet me keq shkultu. Ja thonë asaj mundet me keq shkultu. Ajo nashta se merë qaq lejt që shmo menon kjo, adin që Jo, është nuk e lejt. kisha thonë këtë emër, jo për në ndoj arsye, po thjesht unë menoj që nuk isha dasht mu kriju një artikull për simpatin tem, a o kuptan? Qashti. Kështu që më mirë për maj për vitë. Ko gjabë miru për gjithë djoli, jebja poret, se na me pore kemë shtë. Mi ka dhonë se ta është nga pa ma po Nëse si pageshe. shekon gazetar, qa ishe vo? Aktor. Aktor kam shumë qef, bile kur im konë, kur e kryta shkollën e mesme, fitova burs për në Sheffield me shku për regji filmi, University of Sheffield, bursën e plot, po së më lanë shpis me shku, se na hub djali, se kena kërkan atje, e qështu. Bravo. Prej familjarve e ki dikon jashtë në diaspor? Po, A ki? po, kam, dajti kam në Austri, agjen e kam në Zvicër, halën e kam në Zvicër, po ashtu. Okej. Të tjerë kështu kushëri në për shtetet e tjera, po ashtu. Jemi dalën kështu, i kena lëshur rajtë dhe ka Evropa. Super, se neve diaspora na përcjellë shumë. E përshëndes, Edhe i përshëndesim këtë diasporë. A din çka është interesant? Muin tjetër me na ardhë, koletat qelëve që gjunit fare. Një pytje Kusho pak më Kosova ndryshe. pa diasporën? Kusho Kosova pa diasporë? Kusho? Kusho Kosova pa diasporën? A qak. Po ta bëj që pyetje. Mos valdro ka të shbukur. Mos valdro. E qa kish pas ajo Olba, se që ka pas ajo, ne ja kish bo një postim, ko gjatë keq ajo që konë në Big Brother e Shqipnis. Shqipja. A, Shqipja. Ko gjatë rën, kështu. Po adhone e kom shkru një status se, qëre, unë e kuptoj që në qëfar narracioni e ka thanë, edhe mundet me qëndru në mendjen e ti qaja, po është u shprej keq, u shprej jo mirë, nuk e ka formulu, mendoj unë, përgjigjen që shduhet. Se kush është Kosova pa mua, kush është Kosova pa Dua Lipën, jo. A e ka thonë edhe pa mua? Po dhe, në vetën e ti, kush është Kosova pa... A më prete që të... Mo. Ha? Mo, bre. Si se pas na po komplet. Do me thonë kush shprej është Kosova gabim, pa u mua, shprej gabim. do me thonë kë Dua Lipa. Që u shprej gabim. Do me thonë Po Dua të Lipa kuptimi dhe ka kë, qenë ha? tjetër. Ne, se na ja urojmë Dua Lipës martesën,
edhe jetë gjatë, edhe bashkërtore, edhe me fëmijë shumë, e inshallah bën talente që ashtu qyshje vetë, trujt Zoti se na e ke zdrit ftyrën. Shkepe farën, të thanë. Po, je martu me 6 qershor në Palermo të Italisë. Një pyetje pak më ndryshe. Hajde. Me pos klim, air condition, tanë verën, a mos me pos në nxemje tanë dimrin. Cëllën e kështë zgjedh. Ba. Fal. Çfarë muaj ke lind? Ti Mars. Në Mars, si jeti fort Mënoj të që... jasë ne? A din qysh, mënoj që është pyetje që... Ku dalje me këtë 6 muaj dimën, 6 muaj verë. Qatë ta merë menja, a i kështë përballu verën e nxehtë, pa klim, banesën, kërë, gjithë ka ka t'ishe i, a i kështë përballu dimnin pa nxemje. Paj... Zgedhen njënën Verën në një është, qifsha verën pa air se... Po kush e bre Kosovë, va fa? Pa, kush do Kosova pa klim, Nuk e di, ndosh po besoj që ma e përballueshme është vera... Po besoj që ma shumë ishë përballu vera pa klim se sa dimri pa ngrohje. Ty sa në ty? Njëjtë, vë. Po jo mo femna të ketë narthin. Kanë qef në zetë, e përballojnë. Që unë e kum lind në janar, unë e po të kalëzëj, isha mërdhi. Nese. Na e kemi edhe rubrikën e hepsit. Pulat e Robertit nga hepsi, nga baba i Që është pulave. në farë thirrje telefoni diçka. Qajo. Elbasani bukur. Çfarë muzike të pëlqen? Tulifare. Tulifare gërë. Për shemëll, me kun me një mromje, mësafir, edhe është bendi, është këngëtarja Sena Nekne. Cilën kongë kishe li, për shemëll, që kishe pas qef me ndëgju, Shqip. Tuman Kuqen. Tuman Kuqen? Po. A të pëlqen, a? Shpanga e mjeshën. Bonu një goti për rubrikën e hepsit, na pja këndojmë Tuman Kuqen Shëndritit, po. Po. Se dia po mnini se babu ka s'nolet, kur? Do me thonë kur s'nolet. Na folim kim shën. E kjo ndodhë se s'ka ku me ushtru. S'ka ku me ushtru, vjen këtu na bërgjurë.
Hepsi po vazhdon si çdo herë me Mega Spinner, produkti më i ri, sonte po ju ftoj edhe juve me provu. Sajni duke na shiku neve, porositni produktin Mega Spinner në Heps. Delivery free. Zdia e dini, delivery free du me thonë, nuk po nolit deri kur e ka nërmen delivery free, veç në Heps ndodhin këto sene. Baba jem për këto sene. Kështu që mos e leni me ju ik kjo mundësi, porositni delivery free. E ma vonë në fund të emisionit kena me ongër edhe na bashk Mega Spinner. Ti e provova, a? Po jo e posh. Si faj. Krejt për lavdojnë, edhe unë e me zisë përpres me anis, po i ngroti a me hongër, a me föl. Me föl. I telefona, pa telefona. Pro, me hongër edhe na bashk Mega Spinner se ish super produkt që e ka pru Hepsi. E ka vërtetu edhe Santi. Edhe unë e kësa i besoj. Kështu që për herë të parë në Kosovë, e si cili produkt ma i mirë se tjetëri zdin qka me zgjedh. Me zgjedh. Me zgjedh ma për para. Zgjedhu. Heps, we love you. E na, këtu me Santin edhe me Shëndritin kena me bo ka një telefonat. Unë e për ta bëj ty një herë. Mu po ma bon. Po. Kush ko me më thirë? Hajt një gazetar për të thërka. Shëndrit? Për të thirë në telefon, një gazetar edhe për të thëtë. Se këto a diskutu ma herët, po e diskutojnë prapë. Është për folë në media që e ko në pushime bashkë me Bia Kalifën. Qysh që ndrën e vërtet, a? Dhe qaj të... Pushime? Po. Qaj o dhe? Qka e të thonë, bre, së zë As po më besan, a sa tha kësoj i besoj. Menën që andrej pytje të ne. Që edhe zilin e kam pak ma ndryshe ta gazetarë të tiren. Një farë zile e përzime me të policisë. Dhe me të më shpejt. Alo? Mirë mroma? Qifte edhe Roma. Ku allojnë se dita asë kushia, salo po prezentu mirë, vëç di që ashtu pizonit, po mënej që kime ma tesh pak. Ho, gazetare! E, ja me ty du na mu silë mirë, se je femën. Po, i kum ledzu, valla, dhe une edhe ketë familja i kina ledzu. Po. Ajo në të vërteta, e qyshe a ke shkru të janë na i kolegi joti? Ti s'pas ke shkrujt. E që të më këshin thira ta mu me më vetë që tash, shumë ma mirë i shkoni, kësha thonë, qitë ne, po, më se bënin pushime. Ko kanë taku dykon? Bije e këm postë në emision, shumë një qike mirë, muhabetin e ka shku super mirë, më ka respektu ka orë në emision, edhe kur mo se këm po prej emisionit. Se dhe ajo jeton dykun jashtë, po më do këtë. Edhe mas emisionit kemi shku, si zakonisht që shkojmë me ketë musafit me pi kafe, edhe ajo e ka qitë në TikTok një farë seni, po unë e fort TikTokit nuk i ri gati, edhe aty diçka sugar daddy, normal që i ka bo qika për klikime, unë e daddy jëm veç, unë jem sherbet daddy. Po, që e njena i femën që i ko kushtet e mira, mu bo sugar mama, unë e pranoj, po vallojnë që ka thonë, Sabri Fizullo, hyrje gurumel, jo hyrje zero, dolje gurumel. Kishe këna hargjime shumë, s'ka më në vakë mu bo sugar daddy, kërkujna. Edhe kur mo njetën temë se kum po. Kështu që nuk ka të bëj me kur farë pushimi, jem konë në 900 për Bajram, në Londër koncert, me nëzë jem këthy, pushimet për mu janë në shtator. E Bia Kalifën e kam shoqe, prej emisionit në kam e të shumë një muhabet i mirë, tjerë që ka menojnë, që ka s'menojnë nuk e di, veç unë e kur shkojmë pushim, shkoj me qikën tem, me vajzën tem, muj me shku, edhe me naj shoqe, po jo me Bien. Natën e mirë. Që shkjerë Santiona se kështë të thonë tiftë në birë, po jo, se ko këtë qike mirë. Hajde, qao. Fola dhe Shëndritin, a një Shëndritin? Kolegi, kam. Që edhe kjo për thëtë natën e mirë. E zgota pak, po, vetë po mi bëni. Unë e kam nevoj. Pse nuk unë besove? Ha? Pse e kope letrën me Jo, këshyra pse me mu nume duk, që pse e mu ndromë, duk, ha? mos është në lidhje, jo veç
kisha e në lidhje me Bia Khalifën. Trosh, halo ma shumë. Tash mëse keni bo dhe ma shumë, thash, është tërfol në mediat që e konë në përshim. Okej. A bëshit që të shkollë nërë? A o do që të shkyja jo? Jo. Ma original, po njës që jam jasë kjo. Shëndrit! Sot në telefon të thirë dikush dhe të qetë përball një sfidë. Përball një sfide. Ky person të thotë, përmendi 3 persona publik, njonin që e respekton shumë, njonin që e nënvlerëson dhe njonin që sipas teje e mbivlerësojnë krejt. Hajde të shohim çish po përgjigjesh. Njonin që nënvlerësojnë. Njonin që e respekton shumë ti, njonin që e nënvlerësojnë dhe njonin që sipas teje e mbivlerësojnë krejt. Hajde të shohim çish po përgjigjesh. Se Zilja po bën kafe kulturë. Allah! A mëj me ditë kush on telefon? Ma ka që email, këma herë, përësime Po, që ka po të vynë këta 3 emra? Që ka të krymë punë? Ka në respektoj unë? Po, kujt janë ka në respektoj unë? Okej, unë e respektoj Ledion Liq, unë e respektoj shumë. Pse, tash më spyt pse, po, qashtu. Ka në, qysh? Ka në mbivlerësojnë krejt? Ka në mbivlerësojnë krejt? Unë e menoj që e mbivlerësojnë Arbona Osmanin. Krejt. Po. Menoj që e mbivlerësojnë tash. A ka vlerë, as ka vlerë, nuk e di unë. Edhe nja, ka në nënvlerësojnë. Ka në nënvlerësojnë. Të janë njës pi me... Pisan, të janë njës të rënë. Jo, pak hajgore. Menoj që e nënvlerësojnë, ka në nënvlerësojnë. Ballave... ka në nënvlerësojnë. S'po di çfarë emrin në tonë, po... Pelo emrin tem punë e madhe. Hajt. Tani, po. Qa kena për Santin, që aty? Santi ta shty shumë interesant. Ka me tirë sot dikush në telefon një këngëtar. Këngëtar? Po një këngëtarë. Kush është ai këngëtari? Ka dalë, mërë Pyte kur ta qelish telefonin, edhe thot, a je gatshme me hinë industrinë e muzikës, me bo një bashkëpunim, se mdo këtë që kënon shumë mirë. A pranon? Do më thonë, që kjo është pyetja që kam ta bote. Që po pyet. E kushtara i dhe... Veç më se jak në të mankushe. Po, Sante. Pipeden ku ki thira, o Sante? Po. A, mos me kallëzu kush ja? Okej. Mane. Mane, unë si të noli telefonin kallëzoj kush i unë. Jo, nuk jam unë këngëtare. Unë kom qef me kënu, po s'kom qef me u shpik zanatit, si plët këto. Veç qefi edhe mundësia në dy senet të ndryshme. A din qka? Po, mëre për qef, pse jo? Një kongë. Po, me shumë qef. Ani. Okej. U kry. Që po foli edhe me Robertin, të kallëzoj për pak. Mixmaster, dhe banë këtë. Aj, qau. Qëta është kallëzoj për shkem? Por, zotin, do më thonë Se mos përshkran shumë. me hinë muzikë. Qëre, unë shumë më pëlqen shumë me kënu, po unë s'jem këngëtare. Po ti e dënë muzikën E edhe du ke muzikën se jam rregull edhe baltare, vetë, ta po tash dim mi ku i jeme. kësaj pune, Jo, është mëre, për kogja, shparte, se si kogja. shpik në unë e zanatit huj. Muj me këty, kur ama me se këtu ka po jo. zanat, e ka bo. Jo, me që kur ti shpikën qëto, pikën terën, mu së më pëlqen. Edhe e re e, 17 vjetë. Si me më thirë mu, Robert, apo jenë me lu futbol? Po, hajde. E qa kishe pas qef me bo, nëse... Nëse jo muzikë. Po. Qysh? Si mu që ma bane pyetjen si gazetar. Ja, jo, në emision të kamina, unë jë morë të ti. Se shta shena të shëndriti, Tash po. jena të hongë, jena në hebs. Unë e fort kam qef mu bo rambo njera, dën. Unë e qa qa posit mu boa, nësi shakon që të ku jam. Doktoresh. Wow. Po, Por, zotin, po,
Astutësh, a? E kom Astute. andër. Po, për në me? Doktoresh e cilës tani? Neurologji. Wow. Kom qef trunin. Bon mirë që të pas na vetë astutësh aty. Tilli partien të vjen aty. Po dhe pse shumë mirë, shumë nice. Po ta shukry ajo pjesë, ta dhe po. shmoj mu. Jo, për mjekës si edhe shumë, Gatë tamam për shumë. 7-6 vjetë që kishë t'i Dajmë. përru. Taman trunin kështë të operu. Shëndrit Ti qa kështë pos qef mu bu? One qa kësha pos qef mu bu. Përveç Rambot, Përveç e Rambos, profesion tjetër. ginekolog. Jo. Profesion... Aha? Ama mos më nëqua të analizat e të ato të këto atë në kërgjo. Po jo, bre, Hapi, doktor i dhipit. Qaq. hapi klopat se të shtimi numër pa njefshëm qëto. Profesori matematikës, gjys. Ja, përveç muzikës, s'kisha ditë kur dajsen qka me zjetë të tërsen. Jo se këtu të fort për pi spitaleve, doktora, s'ka pi qefi. profesionale. Është tjere, industri po. që i kap ka gjalla mi, për shembull këngëtar, hin, dun filma, ban teatr, Artist. po artist. Media roz. Je artist. Me grol trosha, cullak, fat kësha poshë. Ishte knatësi, shëndrit, të ozë shpese që ki kalu dhe ti Shëndrit, mirë u me knaqëm. neve. Faleminderit që- Robi plakët E më do pjesë vetë, e shifemi të premë të në tjetër, diaspora ju presim. Ai.